Zyra e prokurorit publik evropian EPPO njoftoi të mërkurën se ka ngritur akt akuzë kundër i shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe 2 personave të tjerë për mashtrim në prokurime dhe për korrupsion, si dhe për konflikt interesi e shkelje të sekretit profesional. Ata u arrestuan të martën si pjesë e një hetimi të BE-s për mashtrim, por u liruan më vonë derisa hetimet të vazhdojnë, tha EPPO-ja, duke shtuar se nuk ka rrezik që ata të ikin. Të gjithë personat konsiderohen si të pafajshëm derisa fajësia të provohen nga gjykatat kompetente belge, shtoi zyra e prokurorit publik. Kreu i Kolegjit e Europës në Brush, Stefano Zegreti, dhe ambasadori Stefano Sanino, ish sekretari përgjithshëm i Kolegjit e Europës, së bashku me Mogherinin, u arrestuan pas bastisjeve në shërbimin diplomatik të BE-s në Bruksel. Mogherini ka qenë përfaqësuese e lartë të BE-s për politikën e jashtme dhe të sigurisë dhe drejtore e shërbimit diplomatik nga viti 2014 deri në 2019. Ajo u bë rektore e Kolegjit të Europës në vitin 2020, vit kur edhe mori postin e drejtoreshës së Kolegjit pas universitar. Mogherini ka ndërmjetësuar për disa vite edhe dialogun mes Kosovës e Serbisë. Sipas EPPO-s, hetimi lidhet me dyshime për mashtrim që kanë të bëjnë me trajtimet financiare nga BE për diplomatet e rinj. Mogherini dhe Sanino, që të dy shtetas italian, janë figura të njohura në qarqe diplomatike të Brukselit dhe lajmi për arrestimin e tyre shkaktoi tronditje në komunitetin e BE-s të martën.